Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me ftesën që I ka bërë presidenti amerikan Donald Trump që Shqipëria të jetë pjesë e bordit të paqes. Kreu I qeverisë thotë se nuk janë të vërteta lajmet që në bordin e paqes janë ftuar të gjitha shtetet e OKB-s, që Shqipëria do të paguajë 1 miliard euro apo që palestinezët do të vinë në Shqipëri. Tenxheret politike mediatike po bubullojnë e gërgëllojnë aq fort sa thua se në bordin e paqes së presidentit Trump nuk është ftuar Shqipëria, por një vend armik I Shqipërisë. Në bordin e paqes janë ftuar të gjitha shtetet e OKB. Gënjeshtër, Shqipëria do të paguajë 1 miliard euro. Gënjeshtër, palestinezët do të vinë në Shqipëri. Gënjeshtër, shkruan Rama. Sipas tij, këto lajme janë të pjella nga mlefi I ignorancës dhe inati I ligësisë. Rama thekson se ky është një moment I jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe se për të personalisht ka rëndësi vetëm besimi I shumicës së shqiptarëve. Sa I përket lajmeve, ai theksoi se janë teneqe të zhurmshme të Shqipërisë së vjetër, ndërsa qeveria po mundohet të ndërtojë një Shqipëri tjetër të dinjitetshme ndërkombëtarisht dhe të respektuar botërisht. Kryeministri Edi Rama shpërndau ftesën që mori nga presidenti Trump që Shqipëria të jetë pjesë e bordit. Ai e ka ftuar Ramën për të përfaqësuar Shqipërinë që të bashkohet si shtet antar themelues e të bëhet palë në statutin e bordit të paqes. Ai thotë se kjo arritje do të bëjë së bashku një grup kombesh të dalluara që janë gati të marrin mbi supe përgjegjësinë fisnike të ndërtimit të paqes së përhershme. Sipas Trump, ky nder është I rezervuar vetëm për ata që janë të përgatitur të udhëheqin me shembullin e tyre. Sipas Trump, Shqipëria ftohet që t'i bashkohet bordit si antar themelues dhe më pas të bëhet palë në statutin e bordit të paqes. Ndërkohë, mediat amerikane shkruajnë se në draft statutin e bordit, presidenti amerikan Donald Trump do të jetë kryetari I parë I këtij bordi dhe do të vendos personalisht se cilat vende ftohen të bëhen antare. Vendimet do të merren me shumicë votash, ku çdo shtet antar ka një vot e për çdo vendim do t'i nënshtrohet miratimit përfundimtar të kryetarit, pra të presidentit Trump. Në dokument thuhet se çdo shtet antar do të ketë një mandat maksimal prej 3 vitesh, me mundësi rinovimi vetëm nga kryetari. Megjithatë, ky kufizim nuk do të zbatohet për shtetet që kontribojnë më shumë se $1 miliard kesh brenda vitit parë nga hyrja në fuqi e kartës. Trump do të ketë gjithashtu kompetencën për të miratuar vulën zyrtare të organizatës. Bordi I paqes do të zhvillojë takime votuese të paktën një herë në vit dhe në çdo kohë tjetër që kryetari e shet të përshtatshme. Agjenda do të miratohet nga kryetari, ndërsa do të ketë edhe takime të rregullta pa votim me bordin ekzekutiv të paktën çdo 3 muaj. Trump do të ketë gjithashtu të drejtën të shkarkojë një antar përveç rasteve kur 2 të tretat e vendeve antare të vendosin veto. Dokumenti parashikon edhe që kryetari të përcaktojë gjithmonë një pasardhës për postin e tij.